çka preferon tek ato? Dhe do të jetë ndoshta diçka një artikull e ta quajmë që ti do e vazhdosh tutje me krijimtarinë tënde, me dizajnet e tua? Korsetat shumë pëlqejnë se edhe në fillim kur kam hy, se ndi parë që kom pas shef me bone për të një veshje që kom pas skicu, ka pas edhe korset, ku viti parë tash edhe si fillestar, se s'kom dita s'pejnë gjilpan me shti kur kom hyune, kom 1.0, o kom nisen shumë i randë për ta realizu, po mendimën e tjerve kom arrit për me realizu bashkë si skicat që e kom bo. E pja atëherë shumë ka pëlqy se si bëhet korseti, ka shumë më shumë punë se sa ndonjë veshje tjetër, edhe ajo më ka pëlqy se kam qef ta mësoj. Kryesisht the ke filluar edhe mirësh kryesisht me veshjet për gjininë femërore. Çfarë më saktësisht edhe ndoshta në çfarë stili? Flasim për diçka elegante, flasim ndoshta për veshje të përditshme, çfarë ndoshta më saktësisht? Mund pëlqejnë më shumë veshjet elegante, sepse aty mundesh më shumë të shtish korseta, sepse në veshje përditore nuk mundesh bashkë të bëjsh do një sensi një korset, se duhesh të kesh një sen më rahatshëm, ama më pëlqejnë më shumë veshjet elegante, sepse edhe janë shumë ma precize dhe shumë ma ranë më punu.